Kryetari i Komisionit, të nderuar deputet, projekt buxheti afatmesëm 2025-2027 i Ministrisë Brendshme është hartuar sipas legjislacionit financiar, rregullave dhe udhëzimeve të Ministrisë Financave. Duhet ju bëjmë dije se janë ndjekur të gjitha fazat e konsultimeve dhe diskutimeve për sa i përket konsultimeve të Ministrisë Brendshme dhe Ministrisë Financave për kërkesat buxhetore e në mënyrë të veçantë për buxhetin e vitit 2025. Janë zhvilluar disa konsulta dhe takime për të arritur në një balancë shumë të mirë që ky është buxheti më i madh që ka pasur Ministria e Brendshme me një rritje prej 20% krahasuar me një vit më parë, duhet të them sepse është vetë fakti që sot edhe kërkesat janë rritur, por dhe ky buxhet është parashikuar sipas këtyre kërkesave. Në vlera nominale, buxheti i Ministrisë Brendshme është rreth 31 miliard lek, ose rreth 50 milion euro më shumë krahasuar me vitin 2024. Siç e shikoni, është një shtesë shumë e madhe që ne marrim këtë vit për të përmbushur misionin ton të Ministrisë Brendshme. Buxheti garanton mbështetjen financiare për ushtrimin e përgjegjësive të strukturave në funksion të realizimit të objektivave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Si dhe parashikon financimin e disa projekteve të rëndësishme në fushën e teknologjisë dhe informacionit për strukturën e policisë shtetit. Sa i përket shpenzimeve, veç pagave, mbulohen dhe shpenzimet e personelit e në mënyrë të veçantë pagesa e mbikohës së punës, orët e natës, orët shtesë e të gjithë strukturave të policisë shtetit. Efekti financiar i kompensimit ushqimor të punonjësve të policisë shtetit për rreth 1 miliard lek, efekti financiar për fillimin e projektit të ri për uniformën e policisë shtetit, pasi për këtë uniform aktuale, kontrata e uniformës dhe kompanisë e cila ka marrë përsipër hartimin dhe prodhimin e uniformave përfundon në 31 dhjetor të vitit 2024. Uniforma e re ka si qëllim përmirësimin dhe rimodelimin e cilësisë, si dhe duke pasur një dizajn të përcaktuar në procedurat standarde, duke u homologuar me të gjithë uniformat e policive europiane. Gjithashtu, buxheti i vitit 2025 garanton shpenzimet e domosdoshme, mirëmbajtje pajisjesh e sistemesh të teknologjisë dhe informacionit, blerje materiale e shërbime të tjera, por në mënyrë të veçantë garantohet angazhimi i strukturave policore në garantimin e procesit për zgjedhjet parlamentare për vitin e ardhshëm. Shpenzime për investime janë parashikuar më shumë se 2.8 miliard lek, me një rritje prej 51% në raport me planin e buxhetit për vitin 2024. Projekt buxheti që prezantojmë sot siguron financimin e një projekti tepër të rëndësishëm, një nga projektet më të mëdha të sigurisë kombëtare, sistemin e kamerave dhe digitalizimin në administrimin e policisë së shtetit, i cili tashmë është Smart City, i cili do të ridimensionojë edhe një herë të gjithë teknologjinë e sigurisë kombëtare. Ndër të tjera, ai synon monitorimin dhe identifikimin në kohë reale të automjeteve, të cilët qarkullojnë në akset rrugore, të cilësuara me interes prioritar si në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Objektivi i përgjithshëm i projektit të ri është që të rritet niveli i sigurisë dhe performanca e punonjësve të policisë duke instaluar sisteme elektronike për të monitoruar e kontrolluar sa më mirë territorin e duke siguruar informacion për parandalimin dhe zbardhjen e ngjarjeve kriminale.
përmes këtij buxheti që financojmë disa projekte në vijim nga viti i kaluar, siç janë rikonstruksioni i drejtorive të policisë Elbasan dhe Berat, ndërtimi dhe rikonstruksioni i komisariateve Sarand, Krujë dhe Kurbin, si dhe stacioneve policore Patos, Roskovec dhe drejtoria e policisë vendore Fier. Financimet tjera prekin projekte të fushës teknologjisë, së informacionit, përmirësimin e sistemeve, trajtimin e aplikimeve për qytetarët dhe subjektet tatimpaguese, ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për Akademinë e Sigurisë Publike, që ka si qëllim krijimin e një portali të vetëm për monitorimin e të gjitha shërbimeve, kurrikulave, trajnimeve, duke përfshirë këtu dhe aplikimet për shkollim në mënyrë që të kemi një faqe transparente e cila do të prodhojë informacion për të gjithë fushat dhe modelet e Akademisë së Sigurisë. Policia e Shtetit në buxhetin e vitit 2025 parashikon të ketë një rritje në masën 22% krahasuar me vitin 2024. Brenda kësaj rritje, investimet janë në shumën 2.4 miliard lek, ose me një rritje 48% në raport me planin e buxhetit të këtij viti. Buxheti për shpenzimet është në shumën rreth 5.1 miliard lek, me një rritje prej 41% në raport me planin e buxhetit për vitin 2024. Sa i përket Gardës së Republikës, kemi parashikuar një rritje në masën 13% sipas zërave të shpenzimeve, të ndara sipas nevojave që janë paraqitur nga Garda e Republikës, të cilat përfshin blerje mjetesh, integrimin e sistemeve të sigurisë dhe vëzhgimit me kamerave të objekteve nën ruajtje. Vitin e ardhshëm është parashikuar mbështetja për forcimin dhe rritjen e efikasitetit të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim të fortë me partnerët tanë. Buxheti i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore ka një rritje prej 3.4% në raport me planin e buxhetit të vitit 2024. Ai përfshin ndër të tjera blerje programesh, analizim të dhënash dhe pajisje për hetimet proaktive ndaj strukturave me uniform në thyrje të ligjit për rastet e korrupsionit pasiv. Për sa i përket shërbimit të gjendjes civile, në zërin e investimeve, ka një rritje prej 55% për të përmbushur gjithë detyrimet që parashikon kuadri ligjor, për përmirësimin e infrastrukturës, hardware, software të regjistrit kombëtar të gjendjes civile, por edhe gjithë detyrimet në kuadër të përgatitjeve për procesin elektoral për pranverën e ardhshme. Buxheti për programin Prefekturat dhe funksionet e deleguara shënon një rritje prej 8%, duke synuar forcimin e rolit të prefektit dhe këshillave vendor të sigurisë. Të nderuar anëtarë të komisionit, përmes këtij buxheti e theksova edhe një herë, synimi është përmbushja e detyrime për më shumë rend dhe siguri publike. Fokusi e shpjeguar sipas këtyre shifrave mbetet gjithmonë Policia e Shtetit, por në buxhet janë adresuar dhe kërkesat për mbështetje të ardhura nga institucionet e tjera, pjesë e përgjegjësisë së Ministrisë së Brendshme. Dua të theksoj që Ministria e Brendshme është orientuar dhe ka adresuar të gjitha problematikat të cilët kanë ardhur nga institucionet e varësisë në mënyrë për të hartuar një buxhet me një ndarje të barabartë sipas prioriteteve strategjike dhe objektivave të çdo institucioni varësie. Është e kuptueshme që sikudo nuk do të mund të ketë buxhet që të mbulojë gjithë kërkesat e institucioneve, por ajo që do të kërkoja në mbyllje të fjalës time, përpara se të kaloja tek pyetjet e juaja, është mbështetja e projektit me votë, duke garantuar mbështetjen e prioriteteve dhe detyrave tona. Ju falemnderit për vëmendjen.